Një person që dyshohet se deshi ta vrasë babain e tij, është arrestuar nga forcat e rendit të premten. Rasti ka ndodhur në Deçan, ka njoftuar Drejtoria Rajonale e Policisë në Pejë, e cila ka bërë me dije se ndaj të dyshuarit, i cili tentoi ta mbyste atin me sopat, është hapur rasti vrasje në tentativë, transmeton Kosova Press. Sipas njoftimit policor, më 5 shkurt 2026, rreth orës 15:35 minuta, policia është njoftuar nga qendra kryesore e mjekësisë familjare në Deçan, se një person ishte duke u trajtuar për lëndime të rënda trupore dhe se i njëjti ishte dërguar për tretman mjekësor në Spitalin Rajonal në Pejë. Njësitë policore janë përgjigjur menjëherë rastit, ndërsa në vendin e ngjarjes është sekuestruar një mjet i fortë, i cili dyshohet se është përdorur në kryerjen e veprës penale, thuhet në njoftimin e policisë. Tutje, bëhet e ditur se i dyshuari ishte larguar në drejtim të panjohur, mirë po pas një pune intensive hetimore nga sektori rajonal për hetime dhe hetuesit e stacionit policor në Deçan, i njëjti është lokalizuar dhe arrestuar rreth orës 2:30 pas mesnatës.